Në nenin 5.1 fjalët që realizojnë të ardhura nga veprimtaria ekonomike në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, hiqen sepse janë të panevojshme sipas ligjit. Tatipaguesit bëjmë pasqyra të konsoliduara. Ka mendime të tjera për nenin 5? Tani kjo është më e lehtë për t'u pranuar. Nuk e di tash, do t'i qëndroni kësaj apo jo. Fitimi i tatueshëm është pika 2. Fitimi i tatueshëm i vlerësuar është fitimi i tatueshëm i vitit mëparshëm i rritur me 18%, në krahasim me fitimin e tatueshëm të vitit pasardhës tatimor. Propozimi është fill pas kësaj pike të shtohet tatim-paguesit detyrohet të paraqesë dokumentacionin mbështetës për burimin e fondeve dhe të ardhurave që shërbejnë për llogaritjen e fitimit të tatueshëm. Pra mos vit, thot formalisht, po e rris 19% në krahasim me një vit më përpara, po të sjellë letra për këtë gjë. Si e rrit, kur biznesi jot 20 vjet me radh ka fituar vetëm 3%. Tashi kjo pa letra nuk bëhet, zënës ministër, më vje keq domethënë. Mirë, dakord, verifikim, po ju nuk bëni dot monitorim as në qoftë se ai vjen pa letra. As monitorimi s'keni për ta bërë dot. Në qoftë se ai vjen pa letra fare. Pra duhet justifikoj këtë rritjen e fitimit. Kaq po kërkoj. Të justifikoj me dokumenta rritjen e fitimit. Keni një reagim, Ministria e Financave? Sërish nga ana teknike, e kam të paqartë se çfarë synon ky lloj propozimi. Pra patjetër, ai ka fatura shitje. Ai ka Tashi është shumë i qartë. Po thua fitimi i tatueshëm i vlerësuar është fitimi i tatueshëm i vitit të mëparshëm, i rritur me 18% krahasim me fitimin e tatueshëm të vitit pasardhës tatimor. Okej. Tani po kërkoj që ky fitimi prej 18% plus të dokumentohet. Pra të sjelli dokumenta që provojnë që është realisht 18% më shumë fitimi. Pra ti më ke gënjur mua me fitimin. Nuk ke sjell para me vete, pavarësisht se sektori ku operon nuk ka normë fitimi më të lartë se sa 5%, ke marrë para të tjera për t'i pastruar këtu. Kaq e thjesht, çfarë problemi ka kjo gjëja? Që ai të justifikoj burimin e parave që po vjen të deklaroj për të hyrë në marrëveshje. Çfarë problemi ka? Përkundazi nuk ka si marrëveshje, po nuk e kuptoj se si nuk e paska të dokumentuar. Pra çfarë do thotë ta kesh të dokumentuar për sa i përket termave ligjore? Çdo lloj kompanie, po pra do ketë fatura, po që justifikon në rritjen e fitimit të palë në transakcion. Po mi më dakord të shesi. Ore pyetja është më thjesht. Ore si do vi unë të them ty tani? Do vi këtu do vi marrëveshje. Dhe po të deklaroj, për vitin 2026 është rasti hipotetik që sa po fola me do ngjesh. Pra është rasti hipotetik për cilin fola me zonjën pak më përpara. Do vi tek ty. Një vit më përpara, pra 2025-ën, kam sjell në mars tabelat me 5% fitim të deklaruar, do paguaj tatimin 15% mbi të. Tani për 2026-ën duhet ty në marrëveshje me ty. Dhe do them, kam dhe 18% plus. Pra do bëj, për vitin e ardhshëm do bëj dhe 18% plus fitim. Tani duhet ta justifikoj unë këtë? Apo s'duhet ta justifikoj? Dhe duhet sjell ndonjë dokument për këtë 18%? Duhet sjell ndonjë dokument apo jo? Se s'është fshatar më që ka tokën atje, edhe i thua kaq kuintal për hektar për kaq lek pa TVSH del kaq. Nuk është fshatari. Kupton, do të vi kompania. E gjithë çështja është çfarë kërkohet me dokumentim. Pra nuk mund dokumenta që provojnë që unë do të realizoj një fitim për 18%. Plus, pra 5 dhe 8 dhe 18-23%. Në cilin moment ligji thot që nuk duhet të ketë dokumenta apo Ligji se thot, prandaj po që të thuhet. Ligji se thot.
e kam sërish nga ana teknike, nuk e di se çfarë do shtonte dhe si do çfarë zbatimi do kishte në terren. Është e hapur më është pas lloj limiti, pas lloj kufiri. Është e hapur më fare. Unë vi deklaroj sa të dua. Kështu është. Dhe ti hy në marrëveshje me mua dhe po më monitorove, mirë. Po s'më monitorove, u ligjëruan ato paratë mia. U ligjërua dhe tabela edhe pasyrat financiare, atje më thanë. Tani unë jam i pasur, po jam i lishëm. I pasur dhe i lishëm, jo i pasur dhe i palishëm, po i pasur dhe i lishëm, pas këtij procesi. Ky është problemi. E keni hapësirën në shumë të gjë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Keni ndonjë reagim tjetër? Jo, okay. Atëre, kush është dakord tek neni 5 me amendimet e zotit Braça? Ishit kundër, domethënë. Jeni kundër kësaj. Thash edhe një herë, në parim nuk kuptoj se çfarë do thotë në zbatim konkret ky lloj propozimi. Propozi detyrohet të paraqesë dokumentacion mbështetës për burimin e fondeve. Çka ka këtu? Unë bëj deklarim pasurie vlla dhe çoj një seri me dokumentacionin mbështetës. Atje. Tek ILDKPI-a. Edhe kaq e thjeshtë. Do deklaroj 18% fitim më tepër. Duhet të sjell në një letër apo s'duhet të sjell në një letër? Thjesht do bëj deklarimin, do të thonë unë do bëj fitim 18% më shumë një vit më pas edhe kaq. Po jo më nuk shkon kështu më burr. Bëni si doni, po nuk shkon kështu. Nuk keni reagim. Do me thënë, një fitim i deklaruar më shumë, po i pa dokumentuar lë hapësirë për të keq përdorur këtë ligj. 1 vit dhe 2 vite shtesë, thuhet aty. Tash, i deklaruar dhe i pa dokumentuar janë 2 gjëra komplet të ndryshme. Qëse ju do ta pranoni kështu, pra kjo marrëveshje do vi, unë do vi atje dhe do them, do deklaroj 18% më tepër, se kaq do deklarojnë gjitha, askush do të deklarojnë 19, 20 e kështu me radhë. 18 do thonë gjithë. Do deklaroj 18% më tepër. Si okay, si i bën ti këto? Ne të kuptoj. Ky sektori ku ti punon ka një normë fitimi, maksimumi 4-5%, 6%, 7%, 10%. Ti si do i bësh 18? Dokumenton gjë për këtë? Jo. Tash më vjen keq, domethënë është e hapur me pash për të bërë ose për të përfituar ai që mendon keq. Jo ai që realisht ka fshehur fitimin. Po ai që mendon keq. Unë kam përshtypjen se në fund të vitit të kontrollojnë atë vlerën që ai ka xhiruar, nëse një vit kontrolle në terren, 0. Po pra, po ndërkohë ka faturat, janë faturat që do hynë të fatura mund të presun nga mëngjes deri në darkë sa të duash. Janë që faturat që kështu. Ne me fatura dalim më rritje llotare. Okej, kush është dakord me amendimet e zotit Braça? Kush është kundër? Abstenim, një abstenim? Një abstenim. Kush është dakord miratojmë nenin 5 me ndryshimet e teknikës legjislative propozuar nga Ministria e Financave? Kalojmë tek neni 6 pro, kishim një kundër, një abstenim. Kalojmë tek neni 6 dhe tek neni 6 kemi edhe këtu disa ndryshime që vjen si rezultat teknikës legjislative. Po, në nenin 6 sugjerojnë këto ndryshime, në pikën 3 shkronja B, C dhe Q, fjala fiktive zëvendësohet me fjalë të parregullta. Në pikën 7, fjalët ligji numër 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, zëvendësohet me fjalët legjislacionit në fuqi për procedurat tatimore. Okej, kemi dhe një amendim që kemi nga zoti Bozdo, Ministria e Financave, që ka shtuar një pikë 8 të neni që ka të bëjmë me transaksione që i referohet ligjit për parandalimin dhe pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Jeni dakord me këto ndryshimet legjislative dhe çfarë mendimi kemi ne për amendimin? Zoti Braça, keni ndonjë amendim këtu? Po. Tani këtë si ja kam propozuar unë, ja kam propozuar FMN-ja. Këtë tani. Unë thjesht jam përkthyer.
pika 2. Pra pika 2 e nenit 6 të hiqet, sepse është e rënd për seriozitetin e një shteti. Është shumë e rënd. Pika 2 thot, për të gjitha diferencat që rezultojnë si efekti i rideklarimit të elementëve të veçanta të aktiveve, detyrimeve apo kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore të tatim paguesit, të cilat detyrohen të kryejnë auditimin ligjor në bazë të kuadrit rregullator të fushës së auditimit ligjor, audituesit ligjor, të cilët kanë audituar pasqyrat financiare vjetore të këtyre shoqërive përpara procesit të rideklarimit, janë të përjashtuar nga përgjegjësia lidhur me krijimin e këtyre diferencave si rezultat i kërkesave të këtij neni. Tani, në qoftë se këtu bëjmë fjalë për ligji bën fjalë për paqe fiskale, ky neni këtu është amnisti. Pra ti po amniston një kategori të caktuar që ka krijuar këtë problematik të cilën ti po mundohesh ta zgjidhësh me ligj. Pra ka mashtruar me pasqyrat financiare dhe me bilancin kontabël të kompanisë. Tani minimalisht kjo të hiqet që mos jetë shkruar në ligj se na merr fytyrën komplet. Ashtu siç për te audituesit ligjor, çdo zyrtar i organeve fiskale që ka certifikuar me kontrolle se kemi pas një shqetësim vazhdueshëm edhe e kemi ngritur këtu disa herë zonja kryetare, dhe unë ja kam thënë këtu edhe ministrave dhe tjerë me radhë, që kontrollet tatimore nga një herë, jo gjithmonë, nga një herë shërbejnë për të legjitimuar mashtrimin fiskal që kanë bërë operatorët caktuar. Pra kontrolli pastron, shkon kontrolli, pastron dhe certifikon situatën financiare të kompanisë. Tani, në punësit e shtetit 1 dhe audituesit ligjor 2 që kanë bërë këtë gjë, nuk mund të amnistohen kështu si thuhet këtu. Minimalisht duhet bjerë pika 2. Kush e ka futur këtë neni në këtë ligj që s'ka lidhje me... Okej, vijojnë debatet në Komisionin Ekonomisë. Shkojmë në ndërprerje shkurtër publicitare, rikthehemi me të tjera zhvillime.